Pacientët cilët vuajnë nga smundje kronike, nga sistemi kardiovaskular dhe respirator, ato duhet ta dinë se ditët e nxehta duhet të kenë kujdes gjatë ekspozimit në diell dhe në rrezet ultraviolete të cilat janë dhe që ndikojnë direkt në përkeqësimin e shëndetit të tyre, pra ato të shfrytëzojnë kohën të dalin deri ora 11 paradite dhe mbas orës 17 mbasdite për të kryer nevojat e tyre të cilët i kanë të domosdoshme të dalin, nëse nuk e kanë të domosdoshme mos të dalin, pastaj ata të cilët dalin në natyrë, pasi që kemi pacientë të cilët dalin dhe mirë që dalin që e shfrytëzojnë natyrën, të kenë kujdes nga kafshimi të insekteve të ndryshme, që menjëherë të paraqiten në ambulantat, tek mjeku më afër që e kanë, për arsye se nuk dihet se çfarë dhe nga çka është infektuar, pra mos rrinë dhe mos marrin kokë më vete terapi dhe të fillojnë të trajtohen, pra menjëherë të paraqiten te ambulanta më e afërt që e kanë për të marrë një trajtim të duhur. Normalisht duhet të konsumojnë ushqime të lehta, të konsumojnë sa më tepër perime, të konsumojnë ujë, pra lëndje, po veçanërisht ujë për të bërë rehidratim, pasi që uji nuk e zaventëson asnjë pije tjetër, pra të konsumojnë sa më tepër lëndje, veçanërisht ujë, që ta mbajnë një tonifikim të organizmit të tyre.